bën sabër o Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndaj vendimit të Zotit tënd, kaderit të Zotit tënd. Çka të urdhëron Zoti, kryje që në vend. Bën sabër. Të ka urdhëruar Allahu me quhen misionin vend, dohet me quhen. Po dhe nëse ka caktuar Allahu ndonjë kader, pra kader shariatik dhe kader natyror, nëse ka caktuar ty me të ndodhë diçka, bën sabër. Fe inneke bi'ayunina, sepse ti je në mbikëqyrjen tonë të plot. Andaj nuk mund të bëjnë ata që ka të dojnë. Nuk mundën, fe inneke bi'ayunina, ti je para syve tonë, bukfalisht. Por qëllimi është je në mbikëqyrjen tonë, në ndërgjimin tonë, vështrimin tonë, në mbrojtjen tonë. E kush mundet me i bë dikuj diçka kur Allahu e merr përsipër atë. Për ata Allahu, kur është fjallat i parasyve tonë, atë i tha Musaut në surat Taha, "Walitusna'a ala 'ayni", dhe ty të përzgjedha o Musa në mënyrë që me të ndërtu, me të formu parasyve të mi, me synin tam. Pra, kam unë në kujdesjen time o Musa, në mbikëqyrje plot. Dhe subhanallah, e qaj Allahun derë në shtypi të armikut të ti, të Allah dhe të ti të mësa, dhe sen nuk e gjetë. Sepse Allah i tha, po salinde, ti e në mbikëqyrjen ti me. Atë që mërë Allahun në mbikëqyrje, s'ka kush. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقه واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. Falëndërojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala që për këtë lartë madhërisë së tij. Salavat dhe selam dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam e familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar edhe me te jemi në surat Tur, respektive në ajetet e fundit, në pjesën e fundit të kësaj sureje të bekuar. Ku i madhi Allah Azza wa Jall, pasi që të ka argumente për njëshmërinë e tij, sa ai është krijues i gjithësisë dhe se vetëm ai meriton të adhurohet, të madhrohet. Po ashtu, të ka argumente për vërtetësinë e profetësisë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam,
cek argumente për vërtetësinë e ringjalljes dhe se Allahu i Madhëruar është i plot fuqishëm për të ringjallë njerëzit dhe se ata gjithsesi edhe pa asnjë pikë dyshimi do të ringjallen për ta marrë shpërblimin, hakun, apo edhe ndëshkimin ndoshta e asaj çfarë kanë punuar në këtë dynja. I kundërshtoi ashpër, rand, dhe jo përgjigj pretendimeve të idhujtarëve Mekas, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i çmendur apo është magjistar. Pas kësaj, i madhi Allah te bareke ve teala respektivisht në fundin e kësaj sureje të bekuar, në ajetet e fundit cekë mendje madhësinë, inatin e fortë, kokëfortësinë e fortë të idhujtarëve Mekas, të cilët aq shumë janë të këmbgulur në kufrin dhe shirkun e tyre, aq inatit fort kanë, sa që edhe po të zbritte i madhi Allah do një pjesë të dënimit nga qielli, ata prapë se prapë nuk do të besonin se Allahu i Madhëruar është hak, pejgamberi është hak, ringjallja është hak. Pra do të vazhdonin të qëndronin edhe më tej në kufër dhe në shirk. Dhe kështu është gjendja në përgjithësi e ju besimtarëve. Me pas i madhi Allah Azza wa Jall urdhëron të dashurin e tij që të bëj sabër ndaj persekutimeve, trillimeve, shpifjeve të idhujtarëve Mekas, edhe çështjen e tyre qali Allahu të Madhëruar, e ata do të paguajnë shtrejt atë kakfortësi dhe atë kryenëqësi. Për të ardhëruar këtë në fund të dashurin e tij, sallallahu alaihi wasallam, që përpas sabrit durimit, ndaj thashëthëmeve dhe kritikave, e sulmeve, përsekutimeve të besimtarëve, e ta qej misionin e tij në vend, përpas sajna e urdhëron gjithashtu që të bën tasbih Allahut, ta madhrej Allahun, natën dhe ditën, mëngjes dhe mbrëmje, ta madhrej Allahun gjatë tër ditës, tër natës, apo në të gjitha kohrat e ditës dhe natës, derisa të vije vdekja atij të bekuari sallallahu alaihi wasallam. Janë ajete të dhëmshme, por të njëjtën kohë tregojnë edhe për vlerën e madhe, shumë të madhe, të sabrit, në veçanti të tasbihit, të namazit, të natës dhe të ditës. Sepse Allahu, kur i drejtohet të dashurit e tij, drejt për së drejti, në mënyrën direkte, na përfshin edhe neve, na urdhëron edhe neve, përpos nëse ka ndonjë argument që na përjashton neve nga ai urdhër. Tani shkojmë tek ajetet, komente ajeteve, për të parë më afër se çfarë na thotë i madhi Allah te bareke ve teala, dhe themi mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in yaraw kisfa min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Edhe po ta shihnin idhujtarët Mekas, se Allahu zbriti ndonjë copë dënimi nga qielli, zjarr nga qielli. Ata do të thonin, këto janë ra të dendura, të grumbulluara, njëra si për tjetrës. E që ka për qëllim i madh Zot, me treguar me këtë thënjët e tyre, mendje madhësinë e tyre, edhe kokëfortësinë e tyre, e inatin e tyre, siç e cekën më lart. Se ata në asnjë rrethon, në asnjë mënyrë, jo vetëm me fakte dhe argumente të cilat u sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë nëpërmjet ajeteve koranore, qoftë nëpërmjet
debateve gojore që i bënd të i bekuar me ta, krejt kjo nuk do të qenë peshë madje. Edhe nëse Allahu po të zbritte një pjesë të dënimit nga qielli, që atave që kërkonin në sa një sjellë Allahu dënim nga qielli, po të asiltë Allahu prapë nuk besoj. Aq thellë janë të zhytur në shirk, në kufër, në harame, në mëkate, në shfrenim, në devijim, e të tjerë, Allahu na ruajt prej gjendjes së tillë. Fadharhum, mos e merr me ta. Lëre ata. Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Mos e merr me ta derisa ata të takohen, të ballafaqohen me ditën e tyre, e që është dita e Kiametit, në të cilën ata do të ndëshkohen rënd. Lëre ata. O Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu tash po i drejtohet të dashurit e tij. Lëre ata. Mos të shqetëson fakti se ata po vazhdojnë edhe me tej të ngulin këmbën e shirkut në kufër. Vere, të vazhdojnë në atë gjendje. Derisa të vijë dita e tyre, atë ditë kur ata do të ndëshkohen. Yus'aqun është mund ndëshku, lloj të ndryshme të dënimit çfarë do të qoftë. E që është për qëllim dita e Kiametit. Sipas shumicës së ndërmuese të ulema, kur dalin para të madhëve të Allah, anë pse është thënë, është për qëllim edhe mund të jetë për qëllim edhe vdekja. Lëret e ata. Po të njëjtën kohë, sikurse Allah i madhruar na thotë edhe neve sot. Jo çon në vend fjalën e Allahut, pra këto Muhammed sallallahu alaihi wasallam që në vend fjalën e Zotit, por të njëjtën kohë mos prekopon shumë inati, kërkforcia, mendjemadhësia, arroganca e jo besimtarëve. Lëre ata. Andaj sikur se na thotë edhe neve, lëreni ata. Nuk duan xhenet njerëzit, nuk duan, lëreni ata. Derisa të vijë ajo ditë kur ata do ta shijojnë dënimin, por të shijojnë që shpoj del. Yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wala hum yunsarun. Atë ditë kur dallaverët, intrigat, kurthet, e tyre të cilat i kanë përgatitur në këtë dynja. Nuk i kryen puna që të Zotit ditën e Kiametit. Asgjë nuk i kryen punë. Wala hum yunsarun, madje as nuk do të ketë kush i ndihmon, i mbron ata nga dënimi i madh e i rënd i ditës së gjykimit që do t'i kaplaj ato e besimtarë. Allah i madhruar me këtë ajet, po na tregon se pa besimtarët këtë rast, kur i shitet me kasë, bënin kurthe të një pas njëshme kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurthe, intriga, të lloj-llojshme, duke menduar se me to do të arrinë që ta mposhtin pejgamberin, alaihi salatu wassalam, ta mposhtin davetin, të mposhtin muslimanët apo të mundin muslimanët dhe vetë të ngallënjejnë. Por ato kurthe nuk i kryten punë, as në dynja. E lërë më në ahiret, e Allahu po a përkujton ato, sa ato kurthe këta i marrën me vete atje, nëmën, sepse i përmendën, sepse i bjen dërmend për to. Por, s'kam dobi për i ty nësë. Madje, s'ka kush që i sedha ty nësë i dobi. Kush do të mbroj ata?
për dënimit Allahut Azza wa Jalla. Kush do t'ju dalë krah atyne me mbrojt nga dënimi të mërshëm i rand i padrushëm i ditës së gjykimit, i cili do t'i ka pleta njës. Kush? Në vazhdim, pra pasi që të cekë Allahu se ata i për dënim i rand. Dhe se nuk kanë hile, nuk kanë rrugdalje, nuk kanë kajamaj, nuk kanë ku mbështeten, nuk ka kush që del krahen ndihmë atyre. Më pas, Allahu të cekë se për ta dhe të ngjeshmit me ta, deri sot dhe deri në kiamet, për pas që ka dënim të ahiretit, ka dhe dënim të dënjas. E që në kupton se ju besimtarët, gjithsesi se do të dënohen në ahiret, dhe kjo është temel, bazë, fundament i akides besimit të muslimanëve, por se ata do të dënohen edhe në dënja. Thëtë Allahu, wa inna lilladhina zalemu adhaban duna dhalik. Dhe ata të cilët kanë bërë padrejtësi zullum. E zullumi më i madh është në kufër, është në shirk, është në zhytjet harame, mëkate. Pra ata të cilët kanë bërë kufër dhe shirk, dhe kanë bërë lloj haramesh e mëkatesh. Adhaban duna dhalik, kanë dënim të mëhershëm. Se sa i dënim që të cek me lartë. E cila është ai që të cek me lartë? Dënimi i ahiretit. Walakin aktharuhum la ya'lamun, por shumica atyne këtë nuk e dinë. Për pabesimtarët, për zullumçarët, për kriminalet, për të këqinjët, për pas që ka dënim në ditën e kiametit, ka dënim dune dhalik, edhe në këtë dënja, më parë, se ditë e kiametit. Tani këto ulemat kanë diskutuar se çfarë qëllimi ka Zoti me këtë shprehje më parë, më herët. Dhe kanë dhënë disa mendime. Ndërto është për qëllim dënimi i varrit i cili ka plan ata, siç thot Ibn Abbas dhe Al-Barra radiallahu anhu. Ndërta dënimi i vrasjes në luftën e Bedrit, të cilët do t'i gjenë më vonë ata. Siç është transmetuar nga Ibn Abbas, e kështu mendon edhe Muqatili. Ndërto mendime, po. Mendim tjetër, janë musibetet, belat, sprovat, të cilat i godasin ata në dënja. Pra, ose është dënimi i varrit, e në varr ka jetë, e varri, nëse është kapsht për kopshtëve të xhenetit, ose është gropi të xhenemit, pra është për qëllim dënimi i varrit, ose është për qëllim vrasja në luftën e Bedrit, që do ndodhë më vonë, sa jetë këtu kanë zbrit në Mekë, ose është për qëllim belat, musibetet, sprovat, të cilat ju ndodhen në këtë dynja, në shëndetin e tyre, në vetveten e tyre, në pasurinë e tyre. Smundje, humbje ndonjë të afërmi, shkatërrim i pasurisë, humbje pasurisë, edhe sprovë të tjera të dynjas, nëpërmjet të cilave Allahu i madhruar ua shijan një pjesë të dënimit në këtë dynja, para se me ua shijuar dënimin e vërtetë ditën e gjykimit. Ibn Sa'di, në koment të këtij ajeti, thot, një dënim i tillë përfshin dënimin e dynjas me të gjitha llojet e tij, si me vrasje, me zënje arab lufte, dënimi në shtëpitë e tyre, në shëndetin e tyre, kështu me radhë, deri tek dënimi
në varr. Mund të thotë dikush, apo mund të ketë frikë. Nëse dënimi, nëse belat, sprovat, humbja të afërmeve, humbja e shëndetit, shkatërrimi i pasurisë, sprova fizike, psikologjike, shëndetësore, tjera që godasin njerëz në dunja. Prej ty nuk shpëtojmë asnjë besimtar. E atëherë, ku është kuptimi, ku është arsyeja që me këto të veçohen pa besimtarët se ata dënohen me to. Pra fillimisht, përgjigja shumë e thjeshtë. Fillimisht ajeti është shumë i qartë. Wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalik. Vërtet, pas një dyshim, ata të cilët zalamu, kanë bërë zullum. E thamë zullumi në musliman të dina. Kur themi filan e zullumçar, kur themi mes musliman filan e zullumçar, kemi për qëllim njëri i keq, por jo pa besimtar. Ndërsa kur themi në përgjithësi zullumçar me terminologjinë e Kur'anit, është për qëllim i jo besimtarët me të gjitha llojet e tyre. Ata të cilët, pra, për jo besimtarët, ka dënim edhe para ti që cek më herët. Dënim më i afërt, se sa dënimi i ahiretit, se dënimi i ahiretit se kemi lartë. E më i afërt çka këtë dënim? Ose është në varr? Po, mund të jetë. Do të mendim ulemaut selefëve. Ose është luftën e Bedrit, që është për një kohë të caktuar, sepse lufta ka shkuar. Ose është dënim në sprova të cilat i godasin ata, sprova të ndryshme, siç u cek më lartë. Tani, për sprovat, nëse është e fundit, për sprova nuk shpëtojmë as ne, ku dallimi. Dallimi është shumë i thjeshtë dhe shumë i qartë. Sprova, belat, të cilat i godasin besimtarët, është spastrim për ta. Qirohen, spastrohen, falen, i fshihen mëkatet. Është ngritje në drejgje të lartë të ta. Ashtu që sa ma shumë, sa ma rëndë të spravohet robi në këtë dynja, gjithmonë robi besimtar, dhe me sprovë të shoqërej sabrin, nuk diskutohet e mesele, a i ngritet më lartë të i madhi Allah Azza wa Jall. Dhe për te, ke argumente sa të dush, e që nuk është të i me jojnë a këtu, por vetëm deshta me ndëllidhë se për besimtarët është spastrim për mëkate, për gjunahe, për vetje, për familje. Është ngritje në drejgje të i madhi Zot. Kështu që për besimtarin hajër është krejt ajo që e godet. Inna amra al-mu'mini kulluhu lahu khajr, wa laysa dhalika illa lil-mu'min. Çështja, puna, ndodhit, krejt çfarë ndodhin mu'minit, besimtarit, janë hajër. Dhe kjo është vetëm për besimtarin, por jo për të tjerë. E pastaj është në hadithën, nëse ka dënim mirë falënderon, është hajri për te, nëse ka dënim i keqe, fa sabër. Ka në dhalike khajrën le, pra nëse ka dënim mirë dhe falënderon, është hajrë, nëse ka dënim e keqja. E keqja në sy tu, se ti e emërton të keqjes mundin e vdekje në shpenzimin e pasurisë e harxhimin e tjerë. E keqja në sy tu, e keqja nuk e atribuohet Allahut. Wa sharru laysa ilayk, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sherrri nuk e atribuohet Allahut të keqja. Por në sytë njerëzve, jo njerëz. Nga se njerëz e quajnë të keqja. E quajnë bela, e quajnë taksirat, e quajnë kader, e quajnë sprovë, se të duat. Për ndryshe, është hajr, krejt hajr. Pra, dënim në dënja, dënim në ahiret. Neve, shumë herë, lunë shejtani me ne. Atë sa rrimë. Me dikën më pak, me dikën më shumë, me dikën më shpesh, me dikën më radhë. Dhe, Allah në ruajtë e në faltë. Sikur se nga njëherë ma shtrohemi, kur i shohum këta që e nisë për gjehnem, dhe u lakmojmë, Allah në ruajtë, në jetën e tyne.
Sa e para kamerave. Kamera nuk ta qëtët që ka në zemrën në shpirt, po ta qëtë ata që është jashtë. Andaj, duken se janë të lumtur në shikim të parë, por jo, pashallah, nuk i lënë Allahu rahat. Kur, s'ka me lënë Allahu rahat. Kur, dhe praktika përditshme flet për te. Sa vetvrasja. E pse vetvrasje? Tonë dënja e bëjnë tërë me zgatë jetën, në një numër i madhe njerëz e bëjnë tërë me shkurtu vetë jetën. Ka, që shumë përpudhë kjo. Njerëzit i tutën vdekjes mundohen me zgjatë, të tjera atje mundohen me shkurtu, i si pritet dhe të vjen e gjeli, edhe i hedhin zjarë, këse i hedhin benzin vetës, ose litarin, ose kërcejnë pislartë, ose. E të tjera atje, të cilët jetojnë në depresion e me terapi, musulladh numëri pa fund. E të tjerë të cilët mundohen mërzite, sikletet e vështërësit e dënjas, me i paksu, me i zvëglu, me lloje të ndryshme të drogës, e me pirje të ndryshme alkoholike të tjera, edhe për të falë musulladh sa të dush. Mundohen me hik dënimit të kësaj dënjaj. A në pse këj vogël, por Allah ndën nga të regu se nuk ka me lanë rahat. Aja është Zot, bën çfarë të dënë, të bareke ve teala, dhe është i drejtë. Por, duhet të dallon muslimani mes provat besimtarit dhe të jo besimtarit. Walakin aktharuhum la ya'lamun, por shumica atyre nuk e dinë. Shumica atyre nuk e dinë se me këtë sprovë Allah po dënë me i dënu, kështu kanë thonë. Nga se po të dinin, ishin tërhik, ishin ravet i mas, e kishin që të gishtin në kokë, kishin mendu. Tash, me lezik të shëdosh, nëse një njeri është shumë i fort në sy tu, apo me pështet shumë të madhë, ta jep një ndeshkim të vogël. Ti, qka përfitove? Minimumin në alë dhe kujtohesh. Pse me dha këtë ndeshkim? Po mujka. Por këtë po mujka edhe ma shumë. Edhe shumë ma shumë. Andaj të tërhiqem, e mas të bëjt njëtin veprim, në mënyrë që më dënuë, me të njëtin dënim, apo edhe më të ranë. I mes më kështu vepra. Për ndryshe nuk shtu gjyks, nuk rreth gjyks para pështetet e para të tjera. Pra edhe këtu, në raport me Zotin, Allah po dëmi që ushajnë atyne. Se unë jam me Zot në qiell lartë. Dhe se ti, me parët tua, me postin tëndë, me metë logjikën shkollën, aftësitë tua që i ke, me ushtrin tanë, me shoqërin tande, me parin tande të tjerë, nuk mundesh me i ikë dënimi tim kur dua me dënu. Dhe ja për dënej veç pak. Andaj, në alimendo. Por Allahu për thëtë, walakin aktharuhum la ya'lamun. Shumica atyre nuk e din këtë se Allahu është duke i dënua Zotën për ata mërtu dënimin, se sikur ta dinin e ta kuptonin, nuk do të kishin mërtu këtë dënim, do të kishin udhëzu, sikur se musliman, të cilët, edhe një pjesë sahabëve, të cilët e pejtyne, një pjesë me kazve në përgjithësi, dal nga dalë udhëzuan, por një pjesë e madhe ju. Edhe sa të kësaj dite, shumica e njerëzve nuk e din këtë. Nuk e din. O qanë Allahu tërmete, o qanë Allahu përmbytje, o qanë Allahu viruse, korone, o qanë Allahu bela, luftër e tjerë, dhe prapi birja Ademit, i bija Ademit, nuk merr vesh. I qanë Allahu në sprovë në shëndete, ja qanë smundjen e bënd paleveshme, ja mërë djallin e, ja mërë loqken e zemrë, shpirë, ja mërë, që shtë populli ja kallë zemrën për së gjalli, pra për robi nuk merr vesh. Dhe ja jeti koranor, walakin aktharuhum la ya'lamun. Por shumica atyre këtë nuk e din. La ilaha illallah. Nërsa besimtarët e din.
Dhe besimtari thëtë, Allahumma inni zalamtu nafsi fa'taraftu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kur të godit diçka të Zot, unë kam bërë zullum vetë vetes tam. Andaj ma qohët i dënim. Nëse o dënim, apo nëse tute që dënim. Faghfir li, falë mua Zoti jam. Sepse askush nuk e falë gjunahet përpas teje. O këndell e kuptoj besimtari. Thëtë Allahu në vazhdim, duke urdhëruar të dashën e tij, sallallahu alaihi wasallam, pra pas krejt kësaj, Allahu urdhëron pejgamberin e tij, robën e tij, që të bëj sabër. Fasbir li hukmi rabbika, fa innaka bi a'yunina. Bën sabër, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Li hukmi rabbik, ndaj vendimit të Zotit tënd, kaderit të Zotit tënd. Çka të urdhëron Zoti, kryje që në vend. Bën sabër. Të ka urdhëruar Allahu me quë misionin vend, dohet me quë. Po dhe nëse ka caktuar Allahu ndonjë kader, pra kader shariatik dhe kader natyror, nëse ka caktuar ty me të ndodhë diçka, pra bën sabër. Fe inneke bi a'yunina, sepse ti je në mbikëqyrjen tonë të plot. Andaj nuk mund të bëjnë ata që ka të dojnë ty. Nuk mundën. Fe inneke bi a'yunina, ti je para syve tonë, bukfalisht. Por qëllimi është ti në mbikëqyrjen tonë, në ndërgjimin tonë, vështrimin tonë, në mbrojtjen tonë. E kush mundet me i bë dikuj diçka kur Allahu e merr përsipër atë? Për ata Allahu, kur është fjallat një parasyve tonë, atë i tha Musa'ut në surat Taha, wa litusna'a ala 'ayni. Dhe ty të përzgjedha o Musa, në mënyrë që me të ndërtu, me të formu para syve të mi, me synin tam. Pra, të kam unë në kujdesjen time o Musa, në mbikëqyrje plot, dhe subhanallah, e qaja Allahun derë, në shtëpi, të armikut të ti, të Allah dhe të ti, të Musa, dhe sa nuk e gjetë. Sepse Allah i tha, po sa lindi, ti e në mbikëqyrjen ti me. Ata që mërë Allahën në mbikëqyrje, s'ka kush që mund të bëjë diçka. E Allah këtu po jep sabër, po sugjeron të dashën e tij dhe po urdhëron me bë sabër, po të njëjtën kohë edhe po ja bën me dije se ti e në mbikëqyrjen tonë. Andaj të veç vazhde misionin tënë, sabër bë. E Daveti ka nevoj për sabër. Kë ka qenë sabërli dhe ka bë sabër, më mirë se do kush në dynja, por prap nuk është të tepër kur të thëtë Allahu dhe sasër që për fillimit bën sabër. Madje është edhe me lezetshme, me tërhetse, me hambel, kur Allahu i thëtë robit vetë her pas her, bëj sabër, bëj sabër, bëj sabër. Dhe këj bekuar bëri sabër, si që ishte nëse miri, apo si që kërkuaj për ti, alayhi salatu wassalam. O sabbih bihamdi rabbike hine të kume. Bëj sabër, ndaj asaj që ka Zotit dënë, ndodhive, kaderave, vendimeve të Zotit tënë që i përzgjedh për ty, sepse ti je në mbikëqyrjen tonë dhe bën tasbih wa sabbih bihamdi rabbika, bën tasbih duke lavdruar Zotin tënd hine të kur të ngrihesh. Shoqëroja sabrit tasbihin, madhërimin, adhurimin, ibadetin ndaj të madhit Allah te bareke o taala.
Pra madhreje Zotin tënë, bëje tasbih Zotin tënd, lavdëroje dhe falendroje e përkujtoje Zotin tënd, natën, ditën, kur të ngrihesh me u fal, me fal namaz, pas namazit, gjatë ditës, në çdo kohë. Ulemat kanë diskutuar rreth asaj se çfarë është për qëllim me fjalën e Allahut hine të kumë, kur të ngrihesh, kur qohesh, themi në dialektin tonë. Kur qohesh? Për çka më qoh? A më qoh për gjumit, a më qoh për namaz, për çka më qoh robi? Dhe kanë dhënë disa mendime. Mendimi i parë, bëj Zotit tënd tasbih kur të zgjohesh prej gjumit, dhe mbanë me këtë. Ta në këtyn shumë të rëndësishme për jetën tonë. Bëj tasbih Zotit tënd kur të zgjohesh prej gjumit, del gjumi natën, bëj tasbih. Këtë mendim, kështu ka thënë Ibn Abbas, radiallahu anhu. Këtë mendim e përzgjedh Imam Taberiu. Drejt këtij mendimi anon edhe Ibn Kathiri, i cili pas e këtë thot, këtë mendim e forcon edhe hadithi të cilin e transmeton Imam Ahmedi dhe të tjerë nga Ubadet ibn Samit radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ta'arra min al-lejl faqal", ai i cili zgjohet natën dhe thot: "La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah." E pastaj thot: "Rabbi gfirli", o Zot falë mua. Apo lutet, do t'i pranot istëgjibë lehu, do t'i pranohet atina. Fejn azama fatawaddaa, thumma salla, tuqubbilet salatuhu. E nëse ngrihet në kam, e shkon banje, me ravdes, e falet, i pranohet namazi i tina. Pra, apo dënë me të pranue lutja, duaja, nevoja tua, që i ke personale, familjare të tjerë, dhe pro kështu. Kur të del gjumi natën, po për me del gjumi natën, më raheret. Jo më ramaz gjusës natën, se më të shumë, se në qohesh ashtu. Po bërë heret, e qohë heret, pjesën e tretë natës. Dhe si të del gjumi, thuj, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Dhe lutë Allahun që ka të dush. Dan hala ma mire ma ambel, që ka dole, e me ravdes, e falë namaz, atë sa ta letësan Allahu. Sepse atë dithi për thët, nëse qohet, me ravdes, falet. Thumë salla, falet, në përsi kësa, falet. Të kubbilet salatuhu, do të pranohet atina namazi. Pra, me këtë tasbih është për qëllim, bëje tasbih Zotit tënd kur zgjohesh natën. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë, me këtë tasbih që Allah të urdhëron pejgamberin e tina, me bët tasbih kur të ngrihet, është kur të ngrihesh për të falë namaz, respektivisht në fillim të namazit, e që kështu ka thënë Dahaku, e që është transmetuar nga Omeri dhe të tjerë, se pas tekbirit fillestar Allahu Akbar, thuhet subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka.
subhanakën, të cilën ne e kënojmë pas çdo tekbiri fillestare. Dhe se me këtë madhërim lutje, këtë lutje thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të namazit. Dhe është transmetuar nga kallabllak sahabët e tjerë. Anë pse Imam Maliku pej 3 mëdhëbeve tjera, se do bilen e këta jo më shumë, Imam Maliku me përjashtim të 3 mëdhëbeve tjera thot, robi si të merr tekbir Allahu Akbar, nis elhamdulillahi rabbil alamin, s'ka asgjë mes tekbirit dhe mes Fatihas. Përderisa 3 mëdhëbe tjera thënë ka tasbih, dhe kjo është njëra për formë të tasbihit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur, e që është hadithi i Omerit në Sahih Muslim. E treta, kur të ngritesh prej mejlisit, pra kur të ngritesh natën. E dyta, kur të ngrihesh me fal namaz, mas tekbirit fillestar. E treta, kur ngritesh prej një mejlisi. Çfarë do mejlisi që në në mejlis. E që këtë e ka përzjedhur Atau, Said ibn Gjubejri, Mujahidi dhe të tjerë, këta ulemat të selefë. Tirmidhiu dhe të tjerë, Tirmidhiu, Nisaiu dhe të tjerë, transmetojnë nga Abu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men jalasi fi majlisin fa kathara fihi lagatuhu." Ai cili rën qëndron në një naj, fa kathara fihi lagatuhu, dhe dalën fjalë të pamatura, të pagdhendura, jo të mira. Faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalik. Dhe thot para se me dalë për ati mejlisi. Kjo shumë e rëndësishme. Sepse 99% të mejliseve tona, jashtë të mejliseve të xhamisë, për të s'poflasëm, 99 e me dalë në 85 është mirë, pse besoj që arrin, të mejliseve tona nuk shpëtojnë pa këtë. Allahu na ruaj. Dhe thot, para se më vitë në mejlisit, Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilejka. Kjo dua quhet kafaratul mejlis, dohet me ditë përmend çdo musliman. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilejka. Illa ghufra lahu ma kana fi majlisihi dhalik. E që ai që thot këtë ka për t'ju falur, apo kanë për t'ju falur krejt ato që i ka thonë në atë mejlis. Pra, nëse nuk mund të shpëtojmë një mejlise pa gjunohe, atër mund që qatë gjunohe, mës të marrë me vetive, kur dalim jashtë? Mund. Mës të marrë me veti, kur dalim jashtë? Pra, t'i fshim me këtë këfarë të mejlis, me këtë lutje, me këtë dua. Ibn Mesud dhe ulemat të tjerë, sahabët të tjerë kanë thamë, ai i cili thotë, në çfarë do mejlisi, këtë lutje, këtë dua, nëse ka bën ndonjë mëkat gjëna, thashë thënë gibet përgojmë çfarë sene që kanë nuk i përzgjedhëm në fjalë, e fyjmë dikan, rëndojmë dikan e të tjerë, atër i falen, dhe hadithu shumë i qartë. Por nëse nuk ka ba, atëra ngritet lartë të madhe Zot, ngritet lartë të Allah. Kështu që në asirën rëthan, ai nuk ka humbur asgjë, vetëm sa ka fituar. Fasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bëri tasbih Zotit tënd kur të zgjohesh. Ose natën, ose bëri tasbih në fillim të namazit, ose bëri tasbih Zotit tënd kur të qohesh për mejliset dhe më gjuhë. Njëra prej 3 komenteve, 3 mundësi, mund t'jena të 3. Dhe ajeti fundit krejt, o min e lejli, fasabbihu, po edhe natën bëj tasbih Zotit ta. O idbarën në gjuhë, edhe pas përëndimit të yjeve.
dhe përfundoi sureja. O min al-lejli fasabbihu, po edhe natën apo gjatë natës bëj tasbih Zotit tënd. Adhuroje Zotin tënd. Adhuroje me lexim të Kuranit, adhuroje me namaz. Një pjesë të natës, pjesën e parë, pjesën e mesme, pjesën e fundit, e kështu me radhë. Muqatili ka thonë, me këtë adhurim të natës është për qëllim falë namazin akşamit dhe të yacis. Falë namazin akşamit dhe të yacis. E që këtë mendim e favorizon Taberiu dhe Ibn Atije. O min al-lejli fasabbihu, edhe gjatë natës bëje tasbih, adhuroj Allahun, pra është për qëllim falë namazin akşamit dhe të yacis. Mirë. O idbarën në gjumë, por edhe kur përëndojnë yjet, apo kur yjet nuk duken. E kur është e kohë kur yjet nuk duken? Është koha kur hën agimi, hën sabahu, dhe të dalë firkë, të jadhan firkë i sabahut, të humë, të mbulue yjet, të përëndojnë dhe nuk shifen ma. Pra, bëni të spi Zotit natën, ose është për qëllim akşam edhe yacia, dy namazet, që ka për zhjot ulema, ose mund jetë për qëllim cilën do pjesë të natës. O min al-lejli fatahajjad nafilatan laka, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Çka thon Allahu pejgamberit e tij, dhe natën fal namaz natë Muhammed, fal namaz natë alayhi salatu wassalam. Ndoshta ty Allahu ta jap një shkallë të lartë që quhet maqam mahmud. E namazi natës është namaz natë. Dhe në ka diçka që afrohet mas farzeve. Dhe bëj tasbih Allahut edhe kur yjet nuk duken. Yjet kur nuk duken, kur përfundon nata, përfundon imsaku, hyn agimi. Pejshaja të dritës, që fillon drita me dalë, nuk duken më yjet. Ibn Abasi dhe shumica e dërmues e komentatorëve të Kuranit, që shtot Begaviu, Ibn Gjauziu dhe të tjerë, thojnë se për qëllim me këtë namaz, kur përëndojnë yjet apo nuk duken yjet, janë 2 recate sunnet të sabahut. Pra, edhe fali 2 recate sunnet të sabahut. A nëpse thuhet se është për qëllim në namazin e sabahut, që përzgjedh Dhahaku dhe Ibn Zejdi, por shumica absolute ulemave kanë thënë se Allahu me këtë ka për qëllim edhe falu pasi që të përëndojnë yjet apo nuk duken më, janë për qëllim 2 recate namazit sunnet të sabahut. Sunneti sabahut nuk ka namaz nafile vullnetar i jashtë farzeve që i vije në rang me sunetin e sabahut. Përpos vitri atje, nëse themi se vitri sunnet, si mbas Malikive, Shafive dhe Hambelive. Për ndryshe tek Hanefit, vitri ngritet se o vajib, ngritet në shkallë më lartë. Nuk ka namaz, këtë duhet ta di besimtari. Namaz vullnetar, nafile, jashtë 5 kohëve namaz farz, që është më i dashur, më i ngritur te Madhi Allah, që më shumë afrohet robit të Zotit, e që fiton më shumë sevap se sa 2 recate namaz të sabahut. Dhe për këtë ka mjaft hadithe.
ndërtor hadithi i Aishës radhiyallahu anha, i cili është në Bukhari, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lem yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashaddu minhu ta'ahudan ala rak'atay al-fajr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë më i përkujdesur për të falur nafile, nuk ka qenë më i përkujdesur për as namaz nafile, më shumë se sa për 2 recate namaz rekatej fajr, 2 recate të sabah. Nuk ka diçka që ka përmbajt më shumë, që është përkujdesur më shumë. Për ata ulemat, kur kanë folur për namazet në udhtim, e që nuk falen lihen sunet, jo nuk falen që gjëna me falen, po lehtësim për robin, falen vetëm farzët. Kanë thonë për sunetit të sabahut dhe vitrit, kur pejgamberi nuk i ka lënë sallallahu alaihi wasallam as në udhtim e as në shtëpi kur ka qenë. Vitrën dhe sabahun, sunet e sabahut nuk bën me lanë. Atë shumë është përkujdesur, a i bekuar për këtë namaz 2 recate, sunet të sabahut. Dërsa te në Muslimi ka ardhur me shprehjen rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. 2 recate namaz të sabahut janë më të vlefshme, më të mira se dynjaja dhe çfarë ka në te. La ilaha illallah. Me pas njëri dynjan dhe çka ka në te, sa është i pasur? Sa të dush është i pasur. Sa të dush është i pasur. Po kjo pasur. Po kjo pasur. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Hadith Muslim. Janë më të mira këto 2 recate, më të dashura te Allahu, më të vlefshme se sa dynjaja dhe çka ka në te, dhe çfarë ka në te, apo gjithçka çfarë ka në te. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Po mirë më ndalë robi me kujtu mirësinë e Zotit. Nëse 2 recate, prapë sunet jenë këto, prapë jenë sunet, por janë kaq të vlefshme e farzi. E farzi, o muslimat. A krahëzohen 2 recate sunet sabahut me farz. Pas ka krahëzim hiç. Ky po tregon për sunet, ky i bekuar, po 2 recate sunet të sabahut janë më të mira për ty se sa dynjaja dhe çka kanë te. Andaj më sile, po farzi. Dhe para robi me përtu mi falë, 2 recate sunet. Me përtu mi falë, 2 recate farë sabahut. O, Zotë ja, ku i rëna imanat tina, ku i rëna imanat tina. Ku? Për ata s'ka thaj më Mahmedi këtë këshosh. S'ka thaj më Mahmedi, a i që s'fal namaz. E pa punë e tina. Allahu me harujt. Të pas parasysh, këtë sevap të madhë, këtë vlerë të madhë, të këtyre 2 recateve namaz, e që Allah i ka cekur pa amen. Në Koran, në fund surës Tur, ulemat të gjithë fuqahat kër kanë folur për nafilet, dhe se a bohen a nuk bohen nafilet kaza, janë fokusuar e përqendruar, mësë shumë të në këtu 2 recate. Dhe kanë thonë këtu 2 recate gjithë se bëhen kaza edhe nëse të ikon. Dhe kanë marrë argumente edhe nga veprimi pejgamberit, edhe nga
edhe nga thënia e tij e veprimi i shokëve të tij. Pejgamberit vet, ati të bekuari sallallahu alaihi wasallam, një herë ati dhe krejt ushtërisë së tij i ikën namazi sabahut. Sepse tha Bilalit, o Bilal, rrequt edhe na arun të neve, na po flajmë, do të më flaj dikush më marruj. Mos flaj. Rrequt, Bilal tha po, ja Rasulullah, kryja e puna, diskutohet, nuk diskutohet hiç. Po Bilalin, veç e pështet ai pak, e tha më këtë, ku pështetesh? A kry meselja. Veç e pështet ai bekuar, deri më për vapës të madhe, për diellit të madh, rrezeve të forta, të parit i doli gjumi pejgamberit alayhi salatu wassalam. E kur u çu, krejt flajt. Një ushtri e plot flajt. O Bilal çana bane. Tha ja Rasulullah, çat kanë zonë tim, kanë zonë edhe mu, gjumë, që kam me bane? Ti bërka çka bëj. Pejgamberi tha çon pikë tuaj test një pak, sepse këto kanë bujt shejtanët. O largun pak më rades e falen sunetin dhe farzën. Anë pse mas e lindi dielli. Për me shkurtu këtë meselë, që këtë meselë është e fikot. 4 mëdhëhebet kanë rënë u idi se bëhet kaza. E pastaj kanë diskutuar me zvete se a bëhet kaza më një herë mas farzën, e që e favorizon, kështu mendon Imam Shafiu, edhe disa ulema të selefëve, apo bëhet kaza mas se të lindë dielli, e që kështu mendojnë Hanefit, mendojnë edhe Imam Ahmedi, Allah e pas më shërua. Imam Ahmedi thot, unë nuk e ndalej me bë kaza pas farzët, ama e preferoj me dashur për mua është pasi të lindë dielli, që është koha namazit, dhe të ngritet një shtizë, gjithmonë, të ngritet sa një shtizë, e që fillon koha namazit të duhas, dhe vazhdon deri pak para drekës, një 20 minuta parafërsisht. Ibn Qudame, fakihu i njohur i Hanbelive, kur e cek mendimin e Imam Ahmedit dhe të tjerë, thot, dhe ajo çfarë mendoj unë, është më mirë me falë pasi të lindë dielli në kohën namazit të duhas për të ikur për të shmangur khilafit apo mos pajtimit apo divergjencave të fukahave dhe kështu thot edhe vëllau i juaj juve gjumashave që ju ik namazin e suneti i sabahut dhe s'mundeni me nxanë me xhamat pritni deri sa të lindi dielli, të ngritë dielli sa një shtizë, e që bie fillon koha e namazit të duhas, dhe që është i falë kaza të 2 recate, edhe vazhdon në rrugën për të shtëpia apo për punë tjera tua. Me kaq edhe përfundon surët të Tur, komenti kësaj sureje, e falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala dhe inshallah teala javën tjetër fillojna me komentin e surës An-Najm. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.